Tamam. Të rriturit pa fëmijë, dalin para. Ata që janë me fëmijë të rinë mbas. Fëmijët rrutën do ta shkurtojnë te restorant Bosit e rreth rrotullimi. Edhe kthehen përsëri në qendër. Ne të tjerët vazhdojmë rrutën ashtu si e kemi parapa, edhe përsëri takohemi të gjithë të vendi i njëjtë. Këtu edhe të rriqen shpërblimet për bicikleta. Për bicikletën e parë 65. Sumi çekja bicikleta e vogël. Bicikleta numër 2. Kjo? Ta shohim cila. Numri 28. 28. 28, kujdes. Ka dal. Bravo. Ta shoh dorë çikla. Kjo është numri jotë. Numër 27. Hajde, bravo. Ty ta kishim dhjetë bicikletë. Ai ç'është pesa. Bicikletën që e kishim planifikuar me bicikleta ishte diçka që e mendonin shumë më herët. Ish koincidens kjo pjesa edhe vendosëm që ta bëjmë bashkë në ditën botërore të fëmijëve. Për arsye se vjet gjithashtu bonëm një organizim për ditën botërore të fëmijëve, mirë po ishte me disa aktivitete të tjera, kurse si vjet menduam se ndoshta do ishte më mirë ta organizojmë këtë xhiron nëpër Tetov me bicikleta që ta ngrim vetdijen e qytetarëve për përdorim më të madh të bicikletave. Gjatë këtij organizimit kishim donator që na dhuruan 3 bicikleta dhe të cilët me anë të shortit në fund u dorëzuam 3 fëmijëve të cilët kishin fat në shortin që tërhoqëm. Ishte interesante pjesa se njëri prej fëmijëve ju vot bicikleta para se me nis xhiroja, kurse i njëjti e kishte fatin e madh që gjatë shortit ta fitoi përsëri bicikletën. Është biznes, edhe unë si një apasionant mbas ciklizmit, jemi përkrahas gjithmonë këtyre aktiviteteve. Besoj se bicikleta duhet të jetë pjesë e përditshmërisë tonë.
Me thonë, ne çdo njeri kena nga një biçikletë në shtëpi, me të njëjtën duhet ta përdorim për të kryer aktivitetet tona të përditshme. Gjithashtu duhet t'i motivojmë fëmijët tonë se sa më shumë ta përdorin biçikletën, sa më shumë të largohen prej ekraneve të vogla edhe të mëdha, dalin në qytet, mirë po gjithashtu ne duhet edhe të luftojmë që rrugët tona të jenë më të sigurta për fëmijët tanë edhe për ciklistët në përgjithësi. Sot ishte një ditë jo e zakontë për qytetin e Tetovës, si zakonisht ne ditave të diella bëjmë aktivitete të tilla, mirë po jo në mënyrë masovike edhe me fëmijë. Domethënë ishte sot një ditë e ceki jo e zakonisht për qytetin tonë, që i mungon shumë kjo iniciativë. Uroj për organizimin më mirë për Tetovën si iniciativë, edhe kjo duhet vazhdimisht edhe duhet më shpesh të përsëritet si iniciativë. Pse mendon se duhet përsëritet? Cilat janë dobitë këtyre aktiviteteve? Aktivitetet normal, fëmijët, siç e dimë ne, shumicën e kohës e kalojnë në shtëpi, shumicën e kohës e kalojnë para televizioneve, para kompjuterave. Ciklizmi ndikon shumë në shëndetin fizik, ashtu edhe në shëndetin psiqik. Domethënë komunikimi, shoqërimi, aktivitetet e zhvillojnë njeriu në aspekt etik dhe kulturor.